Fakt kjo pyetje më vuri në mendime, po bashkë me këtë përgjigje do i kthej përgjigje edhe pyetjes më parshme, a meritoj finalen. Unë mendoj që nuk e di nëse e meritoj, tregoj me sinqert, por mendoj që i kam treguar ca gjëra që duhen vlerësuar. Radh parë nuk kam zgjedhur lojën, kam zgjedhur të shfaq veten, ashtu siç jam, me të mirat dhe me të këqijat e mia. Besoj se në këtë rrugtim kam treguar vlera, kam treguar forcë, kam treguar edukat, kam treguar mirësjellje, kam treguar inteligjencë, kam treguar kapacitet, kam treguar aftësi, kam treguar emocione, kam treguar pozitivitet. Gjithashtu do doja që vlerësoj fakti që i sakrificës që kam bërë. Unë këtu nuk kam ardhur për famë, ashtu siç mund të kenë ardhur edhe disa të tjerë dhe me gjithë drejtat e botës. Normal. Për nisur një rrugtim për të realizuar ëndrat e tyre. Unë ëndrat e mia i kam realizuar. Unë bëj një profesion prej 30 vitësh që e dashuroj, si ditën e parë, dhe jam e lumtur për këtë dhe shpresoj që ta vazhdoj dhe ta bëj sa më gjatë. Unë këtu kam ardhur për vajzën time. Edhe duhet vlerësuar edhe forca që kam treguar, sepse është një sakrificë shumë e madhe të rish 3 muaj e gjysmë pa fëmijën. I kam kaluar emocionet vetëm. Nuk kam shkuar në dhomën e rrëfimit për qarë. Ndoshta kam qarë poshtë organit, por gjithsesi vetëm me forcën që më karakterizon dhe që më ka çuar përpara deri në këtë pikë. Dhe përveç kësaj kam ecur përpara vetëm, pa bërë aleanca, pa krijuar lidhje emocionale të forta apo po themi shoqëri të forta në këtë rrugtim. Kështu që unë shpresoj, kjo do ishte fjala e duhur, që gjitha këto të vlerësohen, pse jo me fitoren, por edhe nëse nuk fitoj, ne jam shumë e lumtur për atë që kam dhënë deri tani, edhe jam përsëri shumë falënderuese dhe mirënjohëse për gjithë ata që më kanë sjellë deri këtu dhe shpresoj të harxojnë edhe ca vota të tjera. Me që është dhe hera e fundit. Ju dua gjithsesi shumë.